Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Unë jam Jeta, kjo është Melodia, edhe sot do nisim vlogun ton të Shqipërisë. Është e gjithë rëmuja që unë kam për momentin tani mbrapa. Sot është ditë e diel, edhe unë e kam avionin nesër në orën 7 të mëngjesit. Këtë javë kam qenë super e zën. Kam lënë vetëm sot një ditë para se të nisem për të bërë gati çdo gjë, valizhet, rrobet, gjitha gjërat që bëhen gati para se të nisësh për një udhtim. Që shikoni, unë nuk kam bërë as thonjtë ende, edhe nuk e di nëse do e arrit t'i bëj apo jo, por duhet t'i bëj me patjetër. Këtë javë kam lyer edhe flokët, nuk e di nëse vehet re ndryshimi. Plus kam bërë edhe një prerje me shkallëzim pak a shumë, siç e shikoni edhe këto fijet që janë më të shkurtra para. Ka nevojë të shkoja dhe të mbuloja të ngjyrën e kuqe që kisha bërë para disa muajsh vet, që edhe sado e mbuloja në shtëpi vet, prapse pas disa kohësh dilte dhe flokët u bënin lara, nuk më pëlqente, kështu që thash do shkoj dhe ti mbuloj në parukeri, të paktën do më dalin më mirë, do mbajnë pak më mirë, edhe t'i prisja. Të vlog e kam nisur duke e filmuar me telefon, sepse nuk kam kohë të filmoj me kamera, pastaj të kaloj gjithë videot nga kamera në telefon për t'i edituar, plus nuk doja ta merja fare kamera në Shqipëri, sepse nuk e di, më duket pak e bezdishme, duhet të rish duke menduar ku do e fus, si do e marr, është edhe e madhe nëse marr kamera, më duhet të marr edhe tripodin. Nuk doja t'ju fusja atij stresi, kështu që posa që do vlogoj me telefon. Kush e din, udhtimet me avion janë pak të bezdishme, unë nuk do marr valiçe me vete, do marr vetëm një çantë shpine. Valiçet do i bëj gati dhe do i sjellë burri kur do vi pas disa ditësh me makinë. Unë do shkoj disa ditë përpara sepse do shkoj të qëndroj tek mami, edhe pasi të vi burri, pastaj kemi punët tona, kemi dasëm, do bëjmë edhe pushimet tona, kështu që po shfrytëzoj rastin, shkoj disa ditë para dhe të rri tek prindrit e mi. Vazhduar këtu të nxjerr rrobet, atje kam valiçet që ja çfarë ka bërë Melodia, plus atje kam edhe disa çanta të tjera, që aty kam një makinet për kafe që ja kam bler mamit, plus edhe disa kafe. Mami im nuk ka makinë që bën kafe ekspres, ato pin kafe turke, por unë nga që jam mësuar të pi kafe ekspres më shumë, edhe kafja turke më pëlqen, por me që mungon ekspresi kur shkoj atje, thash do e marr një edhe do ja çoj, plus kishte edhe çmim shumë të lirë të arsyeshëm, kështu që nuk kishte një shpenzim fare për mua, më them. Plus mendova që do jetë edhe një gjë shumë komode kjo për babin, sepse kafja turke është pak më e lodhshme për të bërë. Mami në shtëpi, babi duhet marrë xhezmen, bomblën, të hedhë kafe, sheqerin, ujë, u derdh kafja, su derdh kafja. Kështu do e ketë edhe më rehat të bëj kafe sa herë të doj. Është vetëm grumbulli i Melodisë dhe ende besoj që si kemi marrë të gjitha gjërat e nevojshme, ose thjesht po vazhdoj dhe po marr gjëra kot më kot. Ora ka shkuar 11:30. Unë dola pak me burrin, pim kafe, nuk ju filmova sepse i kisha gjërat me të shpejtë si gjithmonë. Isha dhe deri tek një dyqan sepse mbrëm bleva një palë pantallona. Kur vi në shtëpi verej që nuk më heq atë gjën rrumbullake që kanë zakonisht rrobet, që bën sinjal tek dyqani po të vjedhësh. Edhe mua nuk ma kishte hequr, kështu që vet normalisht nuk e heq dot. Më ka rastisur edhe një herë tek HM-ja që lej disa gjëra për Melodin, i paguaj te kasa elektronike që paguan vet, nuk ka kasier, edhe kisha harruar të hiqja atë pra, edhe që ai dyqani është një orë larg nga këtu ku jam unë, nuk ma vlente që të shkoja edhe një herë në dyqan edhe të kërkoja të ma hiqnin. Por thjesht provova ta heq vetë në shtëpi, me pirun, me thik, me lug, me çekiç, me çdo gjë të mundshme kam provuar për ta hequr, edhe nuk e kam hequr dot. Thjesht ajo pjesa e bluzës u gris edhe kaq, e hodhëm në kosh bluzën. Duhet jenë ekspert ato që i heqin, se zakonisht shoh video që i heqin, por unë nuk arrita dot ta hiqja. Ktheva sot edhe shqyr dyqani ishte hapur, edhe ja hoqa, se ndryshe nuk do arrija dot t'i vishja. Ktheva sërish këtu tek rrëmuja ime, po vazhdoj me përgatitjen e valiçeve. Lej gati, edhe shpresoj mos të harroj asnjë gjë, sepse burri nuk është se do merret me rrobet pastaj, do i fus unë të gjitha. Burri thjesht do marr valiçen edhe do e hypi në makinë, kaq. Ju tregoj pak këto sandalet që kam marr. I mora tek Deutschmann edhe mu duken shumë verore, këto ripat kështu si
ka shtetur pak a shumë. Më duken shumë të lezetshme dhe interesante për ditët e verës, edhe kështu që i morën, do i marr dhe me vete në Shqipëri. Vetëm taka që do marr janë këto, edhe këto të tjera, që edhe këto janë të reja, i kam bler para disa ditësh. Këto mendoj që do i vesh tek Dasma. Janë pak më elegante edhe, siç u thash, janë shumë komode. Nuk i fus dot në valiçe me kutia, vetëm po i mora në një qese jashtë nga valiçja, por jo, do i fus aty në valiçe, thjesht do i fus në qese. Unë nisa vlog sot, por nuk ju filmova shumë, sepse kam qenë super e ngarkuar me gjëra. Edhe tani është ora 10, unë sa po bëra një dush, thava flokët, edhe më duhet shpejt të shtrihem për gjumë, sepse duhet të ngrehemi nesër që në orën 3:30. Sepse avioni është në orën 6 të mëngjesit, deri kur të ngrehemi, të bëhemi gati, edhe të shkojmë ne tek aeroporti, kalon shumë shpejt ora. Sapo kemi për në avion, edhe jemi të shumë presim që avionit të niset. Për disa minuta besoj që niset tani. Më në fund arritëm në Shqipëri, edhe pak edhe arrit tek shtëpia e motrës time, sepse ju të na merr tek Kunati, pra burri i motrës, tek aeroporti. Edhe para të shkoj pak tek motra, pastaj do iki tek mami. Filloi të shi. Ka freskuar pak, rruga na shkoi mirë, thjesht jam shumë e lodhur sepse jam zgjuar që në orën 3 të mëngjesit. Jam me çfarë më pret motra sapo vi nga Italia. Motra, si ndihesh që erdha sërish? Shumë e lumtur. Nuk më duke shumë e lumtur. Disa punë nga shikoni se çfarë na ka bërë motra për mikpritje. Kështu si e kam nisur unë, mendoj që do shëndoshëm, të di që do qëndroj në Shqipëri, duke ngrënë gjëra bio, kastravec bio, edhe ka një shije fantastike. Mirë mëngjes, një ditë tjetër. Unë ndjen nuk ju fola më asgjë sepse isha shumë e lodhur dhe thjesht kam ndetur shtrirë gjithë ditën. Sapo jemi zgjuar, besoj duket nga fytyra ime që sapo jam zgjuar, mami me motrën po tallet me mua. Mi dal këtu tek oborri dhe po pim kafen e mëngjesit me filxhana me lulen e vitit të ri. Grazie. Mos ma vini re, jam ju thash që kur pila kafen, si që jam ngretur nga gjumi, as bijamet nuk i kam hequr. Është motra me fëmijët kanë dalë, këti nga livadhet edhe po dalë edhe unë. Edhe modën e re, 2026, me shapkat e babit. Kam veshur shapkat e babit, që më rrin 5 numra më të mëdhenj. Atje poshtë janë edhe motra me fëmijët. Grazie! Është çaj mali. Kush don çaj, ky është çaj më i mirë që mund të gjeni. Si ky nuk shitet në pazar dhe në tregje më duket. Është çaj që bëhet këtu tek shtëpia e prindërve të mi dhe më besoni që është fantastik në dimër me pak limon. Është shumë i mirë dhe të bën shumë mirë për gripin.
Ku ka një zhurmë shurdhuese xhingallash. Besoj që në video do ngjohen dhe do jenë shumë shurdhuese. Nuk e di, nuk ja kam treguar thojt më duket të dal pak në diell që të duken. Shikoni, këto janë thojt që unë bëra, edhe nuk ja u tregova sepse me të vërtetë që kur isha në Itali nuk kisha fare kohë. Deri kur i bëra, edhe pastaj bëra gati dhe valizhet që si kisha mbaruar, kisha shumë punë të tjera. Pastaj dje erdha dhe isha shumë e lodhur, edhe momenti i thojve është vetëm tani që t'ja u tregoj. I bëra të gjata, përfitova nga pushimet që t'i bëj të gjata, se zakonisht këto kohë kam mbajtur më shumë vetëm të shkurtra, sepse janë më komode. Deri tani pas kam folur me kameran në 2x edhe jo në 1x, edhe kisha dalë shumë afër, po nuk kam ndërmend që të përsëris videon. Këto janë dhe xhingallat që në çan kokën me zhurmë. Sa po bëra trileçen tani, po e përzi ende. Mami me motrën më lan mua në dorë ta bëj e ti, sepse unë jam ekspertja e kësaj gjëje. Nuk e di se sa është e vërtet kjo, apo thjesht më thanë për të më bërë qefin, sepse përtonin si njëra si tjetra ta bënin dhe donin të ma fusnin mua. Nuk e di. Mami tani po më sjell tepsin, por nuk e di se cilën, tek cila do e bëj. Mendoj që do e bëj tek tepsia më e madhe, që të hajnë edhe të ngopen. Trileçja u bë, u pjek dhe ne thjesht po presim që të ftohet tani, sepse kam futur në frigorifer. E hodha dhe qumshtin, pastaj do e lyej me kremin karamel. Dhe shpresoj që të ketë dalë mirë. Tani kemi dalë pak tu tek oborri dhe po pi me motrën nga një B52, sepse dielli avash po perëndon. Nuk ka rënë hija, kështu që tani është shumë freskët edhe shumë qetësi. Shijojmë pak momentet. Ne kur vim tek mami, vim që të bëjmë pushime, presim që të vim dhe të bëjmë pushime, ndërkohë që mami pret që kur të vim ne, të bëj ajo pushime. Presim pushime nga njëri tjetri. Mami tani po na pjek misrat. Shpresoj mos kem ndonjë dhëm pis, nga që hëngra pak. Momenti i së vërtetës, trileçja u bë gati, nuk është ftohur shumë mirë, por ne do e provojmë tani, edhe motra dhe mami do thonë që ose është e mirë ose jo. Edhe unë kam lënë një përbërës pa hedhur, kështu që të shohim që ose është e mirë apo jo. Hajde pra, bismillah, ta fillojmë. Shumë bukur. Shumë shëndur, shumë e mira. Pëlqen. Nga 1 deri ke 10? 9. Nuk është aq e mirë si për herë, por përsëri është e mirë. Hahet. Po ti nga 1 deri 10? Për ta një tokë. Vërsi që mungon është veç fryrësi. Zakonisht receta që shikoj unë bëhen dhe pa fryrës, por unë zakonisht kur e bëj hedh fryrës i del pak më e mirë. Por edhe kjo ka dalë shumë fluffy dhe e butë. Që kanë naze, herën tjetër do e katuajnë vetë. Unë kisha një ide shumë brillante sonte, normalisht jam i vetmja që kam ide brillante. Thash që të bëjmë zgar, edhe tani e kemi bërë gati momentalisht. Aty drujnë po digjen avash që të bëjnë prushin, edhe të vendosim të pjekim mishin. Tani një gjë gallat që është me këtë zgar është që ne nuk kishim zgar. Por thjesht ashtu i thash motrës, një po mban telefonin, e kam si kameramane. Më ka shkuar mendja të bëjmë zgar, çfarë do bëjmë, edhe thjesht duke u menduar, kishim këtë rrjetën që nuk e di çfarë rrjetë ka qenë frigorifer, e diçka e tillë. Edhe diçka thashti, kjo është shumë e mirë për zgar. Marrim dhe një tenxhere që mami nuk e përdorte, e kishte nxjerr jashtë përdorimit. Edhe kemi mbushur gjithë tenxherën brenda, e kemi mbushur me shpuzë, hodhëm edhe drujnë që të bëhet edhe më shumë, edhe tani vendosëm edhe rrjetën edhe po pjekim mishin. Kështu që për ju që nuk keni zgar në shtëpi edhe doni të bëni zgar, ju dhash një ide shumë të mirë me jo tenxherë që s'përdorni, edhe me një rrjet që mund të jetë një rrjet çfarë do lloj rrjete, bëni zgar. Shikoni se sa mirë po bëhet, shikoni.